Me Adri Vila, nxënës i klasës së 8 në shkollën Vëllezërit Frashëri në Lipjan, i cili do të marrë pjesë në garën ndërkombëtare për shkencë, programim dhe matematik që do të mbahet në Barcelonë. Adri Vila, nxënës i klasës së 8 në shkollën Vëllezërit Frashëri në Lipjan, është një nga emrat që do ta përfaqësojë Kosovën në finalen ndërkombëtare të International STEM Olympiad që do të mbahet në Barcelonë. Ai u kualifikua në kategorinë kodim, ku fitoi medalje të argjend pas performancës së shkëlqyer në fazën paraprake. Unë jam Adri Vila, jam 14 vjeç dhe unë më vija mësimin tek shkolla Vëllezërit Frashëri. Unë jam marrë këtu për një intervistë për suksesin që kam pasur tek STEM Olimpiadi. Duke bërë hulumtime në internet, kam marrë vesh për STEM Olimpiad dhe jam shtyrë për shkak të suksesit që kam pasur në shkollë, por edhe gjithashtu edhe kam pasur një kuriositet për të shikuar a kam sukses në shkencë, matematik dhe në programim. Kam pasur edhe pjesë në gora në shkollë, edhe tek gora anglisht se shkolla Mehmet Akif. Për fazën e testimit të parë, jam përgatitur duke studiuar shkencën, kam studiuar në matematik, por gjithashtu edhe kam marrë material që e ofron STEM Olimpiadi. Nuk ka qenë të vështirë, në fillim ishte pak e vështirë, por pasi që është e kapshme struktura e testit e kam kopur një lehtë. Krejt vet e kam bërë këtë dhe vet kam studiuar. Për kodim të shkencë teknologji më ka lindur prej klasës 6, pasi këto lënda janë hit tek kurrikula jon, por gjithashtu jam qenë një njeri që shumë më ka pëlqyer shkenca për sa jam lind. Pjesët e kompjuterëve më kanë ndihmuar ose më ka motivuar shumë dojtë me. Masi ma ke buqë pyetje për markohen me falendru dy dojtë me, dojnë për 30 dojnë thek. Doja për 30 më spori me ka të reguar kompjuterit ose laptopin e ti, më ka ligu që të përdori dhe jam mësu si të përdori një laptop ose një kompjuter. Tani me vonë në klasën e 4, një dojtë tjetër që doja thek, më ka jo për laptopin tim personalizuar dhe prej asoj dite për klasës 4 që më ka jo për atë laptop, jam mësu me gjuhë programuese për klasës 6 me atë laptop dhe më ka ligu dhe kjo laptop më ka ligu të jam tash sfidues në STEM Olimpiad. Pra falenderoj shumë këto dy doj, pasi që më kam bërë për mua. Rruga deri këtu nuk ka qenë e lehtë. Adri ka treguar për kushtim të madh në përgatitjet për testin, duke investuar kohë dhe energji në zhvillimin e njohurive teknologjike. Rezultatet nuk u munguan. Me njohuritë dhe kreativitetin e tij në zgjedhjen e detyrave të kodimit, ai arriti të dallojë mes shumë pjesëmarrësve dhe të sigurojë një vend në mesin e finalistëve. Kam pasur pak disa emocione të kuriozitetit për gjithashtu të padijes, por pasi e poshtë testi është dikon e lehtë, edhe gjithashtu edhe kapshme, mu ka njek ato emocione të padijshmërisë. Testit nuk janë shumë sfiduese, pasi që struktura është një pyetje dhe 4 përgjigje, nëse si tek programimi, por nuk është tepër e sfiduese, vetëm nëse është hera e parë dhe në fillim pak duket e sfidueshme. Kam pasur emocione të gëzimit, por gjithashtu kam pasur ndjenje pak të padijshmërisë, sepse e dita që kam pas edhe testin për fazën e fundit, tani grand finalen. Të gjithë kanë reaguar me ndjenje të gëzimit, por sidomos tek arsimtarët dhe arsimtarët, pasi që ata kanë mësuar gjithë jetën time prej klasës 6, por edhe ata janë gëzuar më shumë për çka se kam parë çfarë suksesi kam pas në shkollë dhe duke parë që kam suksese në STEM Olimpiad dhe më të shkon në Barcelonë, besoj që janë gëzuar shumë. Pasi që kam ndjenje të forta të patriotizmit, më vjen tepër ndjenje të mirë që mund të reprezentoj Kosovën në Barcelonë dhe besoj që do të bëj mirë në Barcelonë. Vjen pasi që jam një kosovar dhe gjithashtu edhe e di për historinë e Kosovës, që jam shumë patriotike. Kam bërë shumë projekte, sidomos me kurse të ndryshme. Kam bërë një projekt, një website me gjuhë programuese HTML dhe CSS për astronominë, pasi që shumë më pëlqen astronomia. Ai tashmë po përgatitet për fazën finale që do të zhvillohet në Barcelonë, ku do të sfidohet me nxënës nga gjithë bota. Kam ndjenja të gëzimit, pasi që kam reprezentu Kosovën, por edhe kam ndjenja pak të padijshmërisë, se hera por në Barcelonë është normalisht që kemi pas ndjenja të padijshmërisë. Normalisht përqëmëria për çdo nxënës është me marrë një medalje të ortë, por për mua pasi që është hera por, vetëm e qenë në Barcelonë është përqëmëria jem. Mëse shumë ti, më pëlqen HTML, CSS dhe JavaScript. Këto gjuhë programuese janë gjuhë programuese për të ndërtuar websajta. Këto edhe janë gjuhë programuese për beginners ose për fillestar, që edhe gjithashtu janë shumë të kapshme. Por gjithashtu më pëlqen edhe Pythoni, që jam sfiduar me këtë në STEM Olimpiad.
Unë i kisha thënë nxënësit, të cilat kanë frikë të fillojnë, që të fillojnë tash sa më vonë, pasi që programimi është një hobi, nuk është ndonjë gjë që do të shkon tepër e mirë, por edhe gjithashtu është diçka e kapshme, nuk është e zorshme. Dhe nëse keni dëshirë të fillojnë të filloni në programimin, por s'dini ku, isha sugjeruar të fillojnë me HTML, CSS, JavaScript, këto janë bazikat, të cilat janë për websajta, dhe tani me tutje me Python, C++, C# e tjerë. Për Adrin, ky është vetëm fillimi i një rruge më të gjatë drejt botës së teknologjisë. Po, e shoh vetëm në ardhmen në këtë fushë, me programim ose me shkencë si një biokimist, por edhe jashtë kësaj fushë e shoh vetëm si duke studiuar në astronomi. Por në të ardhmen kam dëshirë të jem një programer, HTML, CSS, JavaScript, edhe gjithashtu edhe Python, C++ e tjerë, ose një biokimist. Mesazhi im që do të qenë nëse ki dëshirë që kesh në ndonjë për shembull në STEM olimpiad ose një olimpiad tjetër, është mirë që ti fillosh më vonë, nëse më vonë se sa që tash nëse apo më ishte ose po. Mesazhi im që do të jenë për të tjerë që dojnë të fillojnë vetëm me STEM olimpiad, është që më mirë është me fillu që tash, me sfidu vetë nëse sa më vonë. Pasi që nëse fillon që tash mund është me pa ku je i dobët dhe ku mund është vetën me forcum, por edhe gjithashtu një mesazh tjetër që po të më jap është unë nuk kam ditur asgjë për programim në klasën e 5. Kur dola në klasën e 6, fillova të mësoja për gjuhë programuese të tjera, si ishte më sport jam filluar me gjuhën programuese bazike Scratch, sa është më pluçje. Tani kam mësuar HTML, CSS, JavaScript dhe më çka jam sfiduar në STEM Olimpiad me Python. Pra, për mua në shprej asgjë me kon deri tash ku mund është me sfidu tek tërë botën apo në STEM Olimpiad.